Ramush Haradinaj, lideri themeluesi historik, dyherë kryeministri i Republikës së Kosovës, komandanti i UÇK-s për zonën e Dugazhirit, padyshim figura thelbësore e aleancës, spostohet më tutje, si do ta qartësoni dhe si do ta bëni atë simbiozën, gërshetimin për opinionin publik për ta bindur natyrisht votuesit që gjithçka është duke shkuar natyrisht siç ka qenë edhe më përpara, vetëm me energji të reja eventualisht. Po, kushtojmë këto janë zgjedhje parlamentare edhe e tha edhe Besniku që janë zgjedhjet përsëritne edhe këto në një farë forme duket që ka largu interesimin qytetar, domethënë nuk janë shumë të interesuar edhe se çka diskutohet ose edhe për program, ma shumë tash është interesi tyne me ditë kush do t'i përfaqëson edhe kush është përbërësi listës, domethënë kush janë njerëz të listës. Ky ndryshimi i parapam qysh një kohë më herët në krahun e aleancës, ky nuk është i rastit, nuk ndërlidhet me procesin zgjedhor nacional që e kemi, domethënë ne kemi pas një farë para përgatitje thuajse 1 vjet e gjysmë më herët, u kon diskutim i mbrëmshëm, u kon qendrim publik i vet kryetarit AK që gradualisht do të filloj domethënë të tërheq, që më don mundësi breza avtëri, struktura avtëreja. Kjo është domethënë një proces krejtësisht i rregullt, edhe unë mendoj që është mirë kuptu, pse është si mas meje tash situatë shumë më e mirë në kuptimin me qenë se më thaj njëri i terrenit, se nuk bëhet më fushata vertikalisht, domethënë qitoni kanë shku mrapa Ramush Haradinajt, sot për shkak në këtë moment kur jemi bashk, fushata është e shtrim, domethënë është horizontale, secili vrapon mas elektoratit, secili mundohet me dhon maksimumin, mi shpalos ato idetë e veta, dhe njëjtën kohë, pse mos me thonë, në kry ose nominumin për varësin e listës dhe nominumin zoti Gjini, është një figurë që në Kosovë mendoj që njihet shumë mirë, qoftë kur ka qenë në pozita në ekzekutiv, qoftë kur ka qenë shef i grupit parlamentar në atë kohë, është i shpallur me 10 herë deputeti më i mirë në Kuvendin e Kosovës ndër vite, pastaj me përgjegjësinë që e ka marrë në komunën e Gjakovës, e ka transformuar Gjakovën skajshmërisht, domethënë nëse sot shkojmë e shohim në qytet, e shihni se sa seriozisht ka punu Ardiani.